Edhe kishte qenë më mirë, edhe policia nuk ishin rreziku kaq shumë në komunikacion. Kum pas raste që nga rruga tjetër kanë dalë në rrugën tjetër edhe e kanë dalë. Ndalimi i asaj veture nga policët që të dalin në autostradë dhe të ndalojnë, konsideroj se është një rrezikshmëri. Por në raport me çështjen e aspektit penal, unë kam vlerësuar dhe kam konstatuar që si të tilla veprimet e tyre nuk përbëjnë elemente veprës penale.